Më 18 qershor, në ditën e çlirimit të Skënderajt, përkujtimi i sakrificës merr një tjetër formë, atë të artit. Nëna Zahide Jashari, nëna e heronjve dhe simboli i mëmësisë shqiptare, u përjetësua në bronz përmes dorës së mjeshtrit Sabri Behramaj. Në këtë ceremoni morën pjesë zyrtar lokal, përfaqësues të institucioneve dhe qytetarë të shumtë. Kryetari i komunës Fadil Nura theksoi rëndësinë e përkujdesjes ndaj kujtesës historike dhe rolin që luajnë sakrificat e brezave për të ardhmen e qytetit dhe vendit. Nëna Zahide, nëna që kur nuk u lë duke përkundur lirinë. E pikërisht sot, 18 qershorin, ditën e lirisë së qytetit, në oborin që mban me nder emrin e saj, do të përulemi jo thjesht para një skulpture, por para një shpirti që rrezaton përjetësi. Para një gruaje që nuk ishte vetëm nën e fëmijëve të saj, por u bë nëna e një kumbi. Nëna Zahide Jashari, simboli i qëndresës, i dhembjes, i dashurisë dhe i sakrificës së shenjtë. Kjo skulpturë, që do të merr dritën e ditës sot në oborin e qerdhës që mban emrin e saj, është më tepër se një përmendore. Është një përjetësim i dashurisë më të madhe, dashurisë së nënës për fëmijën dhe dashurisë së një kumbi për lirinë. Nëna Zahide, me sytë plot dhimbje dhe krenari, qëndron e palekundur pranë djepit. Përkundja e djepit është më shumë se një veprim i zakonshëm. Ajo është një gjest i dashurisë, i besimit dhe i mbrojtjes, një reflektim i një lidhje që është e thellë, e pavdekshme dhe e papërshkrueshme. Ajo përkund jo vetëm trupin e një fëmije, por edhe ëndrrën për liri. Në një dorë mbi djep dhe me tjetrën mbi gjurin e saj, ajo na kujton se heronjt nuk lindin rastësisht. Ata rritën në duart dhe zemrat e nënave të tilla. Është një homazh për gjitha nënat shqiptare, por dhe një thirrje për ne, që të mos harrojmë se liria që gëzojmë sot ka ardhur nga djepi i përkundur, nga duart që nuk u lodhen kurrë së dashuruari atë dheu. Me vendosjen e kësaj skulpture, ne nuk po ngrim vetëm një monument bronzi, por po e ngulisim kujtesën tonë të përbashkët, kolektive, si një moment të përjetshëm të sakrificës, guximit dhe dashurisë së pakushtëzuar për atë dheu. Nëna Zahide nuk ishte vetëm nëna e Adem e Hamës Jashari. Ajo ishte nëna një ushtrie të tërë zemrash që rrahen për atë dheu. Të dashur fëmijë, ju mësimdhënës, ju jeni dielli që lind pas stuhisë. Rrituni të lirë dhe të dashur me krenari. Çdo ditë, kur të kaloni pranë kësaj skulpture, ndaloni një çast. Ajo është nëna e lirisë suaj. Ajo është arsyeja pse ju qeshni të qetë, pse këndoni pa frikë, pse rritni në qiellin e lirë të Kosovës. Në çdo hap që hedhni në këtë qiell, ju esni mbi themelet që ndërtuan herojt tanë. Dhe aty, pikërisht, në një cep, një nën heroin do t'ju ruan, do t'ju buzëqesh dhe do t'ju bekon. Ajo do t'jetë përgjithmonë këtu nëna Zahide. Në oborrin e institucionit parashkollor nëna Zahide qëndron kjo vepër, ku nuk përkundet vetëm një djep, po përjetohet historia e një populli. Ky përvjetor nuk është vetëm nderim ndaj të kaluarës, por një thirrje e qetë dhe e fortë për të mos harruar rrënjët tona. Jem falënderim dhe mirënjohje të thellë për gjithë ata që kontribuan për lirinë të cilën ne sot po e gëzojmë. Veçanërisht nderojmë gjithë ato gjyshe, nëna, motra, të cilat ju vetëm që edukuan breza dhe ishin shtylla e familjes, mirë po është ndërruan edhe në burim rezistence për gjithë djemtë edhe ato vajza të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, duke u ngritur kështu në pjedestalin më të lartë altarit të lirisë. Këto ditë na tregojnë se atë dashuria nuk njeh as moshë edhe as gjini. Falënderim për kryetarin komunën e Skënderajt që realizoi këtë monument,
pikërisht këtu në një qerdhe, aty ku vetë se fillon edukimi, dashuria dhe kujdesin ndaj prezave të rinj që janë vetë ardhmëria e vendit. Shtatorja paraqet nënën Zahide duke përkundur një fëmijë në djep, një imazh që ngërthen mesazhe të thella për jetën, dashurinë dhe lirinë. Vetë autori ka ndarë emocionet dhe domethënien që mbar kjo skulpturë, duke theksuar se figura e saj na kujton se liria fillon aty ku lind jeta, në gjirin e nënës. Ai e cilëson nënën Zahide si një monument të gjallë të sakrificës dhe burrërisë së heshtur, një figurë që do të qëndrojë përjetësisht në vendlindjen e saj në zemër të Drenicës, duke përkundur djepin e lirisë. Po vepra ka marrë kohë dikon të afër 3 muaj, domethënë realizim komplet, realizim artistik edhe pjesa e bronzit, domethënë është afër 3 muaj komplet procesi që ka zgjatë deri tek vendosja sot. Fantasi është më pas. Është ndjenje se është pak vështirë për shkruar sepse në Zahide normal që të jap shumë emocione gjatë procesit, domethënë kur më para këtyre ato statat që ka përjetuar atë luftën e dhimbjen, çdo gjë që ka përjetu më shfaqen gjatë procesit edhe kogja sfiduese domethënë realizimi. I mundu me kap ato momentet e saj domethënë kur ka përkund djepin, kur i ka edukuar fëmijët, është një nënë shumë e madhe që përfaqëson shumë, që tregon shumë për brezat për të ardhmen. Dhe kjo puna e djepit pranë pse që është kogja një farë pjesë kryesore e gjithë statuës, jo vetëm kësaj, po edhe gjithë. Ky është elementi që tregon traditën tonë, kulturën, edukatën, domethënë edukatën nënat tona që kanë dhënë fëmijëve të tyre që kanë edukuar dhe që kanë trashëguar domethënë brezat e ashëm. Për ditën e shqirimit të Skënderajt, pra është zgjedhur kjo këto. Qysh ka shku ky proces? A keni pas? Mirë ka shku shumë mirë edhe vitin e kaluar domethënë një ditë është inauguruar edhe shtatorja e lotërimit, edhe në këtë vit domethënë shtatorja e Zahides po ndërtohen, po kujtohen, po mbesin domethënë vepra që tregojnë shumë për brezat e ashëm, për historinë, për ato që kanë ndodhur në vendin tonë. Kjo është shumë e rëndësishme. Shumë e rëndësishme sepse historinë do ta kujtojmë, do t'ja tregojmë, t'ja përcjellim brezave për me kuptu vendin ku jetojnë edhe sa është e lehshme vendi ku jetojnë. Edhe sa kanë sakrifikuar njerëz të tjerë domethënë për lirinë që ne kanë sjellë. Kjo është shumë e rëndësishme. Në kujtim të saj, emri dhe historia e nënës Zahide do të qëndrojnë përjetësisht në zemrat e shqiptarëve si një frymëzim i pashuar për brezat që do të vinë. Ajo është dëshmi e gjallë se edhe në kohrat e errëta, guximi dhe besimi në liri nuk shuhet kurrë. Ti nuk je vetëm një emër mbi portën e kopshtit ton, ti je si dielli që na ngro çdo mëngjes, ti je frymëzimi për dashuri, për mirësi, për dorim. Ne kanë thënë që ti ke qenë një nën për të gjithë, jo vetëm për fëmijët e tu, por për çdo vogëlosh që vinte në këtë botë me sy plot ëndra. Kopshti ynë bon emrin tënd me krenari, çdo lule që qel në obar, çdo buzë qeshje që ndrit në fytyrat tona, është një kujtim për ty. Çmalluni me gjokun e asharve, çmalluni me shpirtin e tyre të shenjtë, e pastaj ndaç bekojeni, e ndaç vajtojeni. Si të doni, por mos harroni se ky dhe është i uitur me gjokun e tyre, se ky dhe që ka emrin Kosovë, ky dhe nuk shitet, ky dhe nuk blihet, ky dhe vetëm bekohet, a morët vesh, afrohuni, merrni erë, ka erë gjaku, ka erë tjerse, është gjaku i bive tuaj, betohemi se vetëm të bashkuar do mbrohet ky dhe. Hej, ples Kosovë, u përgjë zëri i ham gjasharen,
po qka të bëj me këtë ples more bulli lën. Merë me vete thua Evropës, në kam plagosur mojzoj e ranë, na kam dhënë gjyren e flamurit të kaltër, sepse se cila shtëpi mora nga një nekojmë të digër dhe me duke që mora një cu atë dhej me vete. Në këtë plesë se kam dhej unë që vjen era për rëth dhe gjak, që kujton të gjithë dhe së këdhe dhe se është amanet që në shkejnë. Në këtë plesë e kam Kosovën të Bajramcurit, Kosovën trime të Naimit, Albaninë e vëgën të Azem Galicës, Drenicën e Kuqja të Shabambullurës, buletinin e Bacës Is. Ky ples ka një lashtësi, e kam në fe, e kam në gjak, e mbaj, edhe me laloj, kush jam vërtet, tan jam plak, por këtë ples e kam qajri, në kohën, kur e mbante, i imi atë shpresoj, që të mbajnë edhe vëmijët e mi. Nëna Zahide Jashari është një nga simbolet më të forta të historisë dhe shpirtit të Kosovës. Përmes saj reflektohet sakrifica e madhe e të gjitha nënave shqiptare që me dashuri dhe përkushtim mbajtën gjallë shpresën dhe forcën për të ardhmen e kombit. Ajo është një simbol i fuqisë, qëndresës dhe dashurisë pa kufizuar për adheun.